Jemi në studio, vjen me programin Shtypi i ditës dhe ju do të kemi mundësi që me njëherë këto mendet nissim komunikimin së bashku, do të shohim edhe temën e ditës në ekran, po ua bëjmë dije për gjithë ata që po na ndjekin edhe me zë në këto momente. Çfarë ka ndodhur gjatë ditës së dieshme, i propozuari presidentit amerikan Donald Trump për ambasador në Shqipëri, Eric Wend, ka folur përpara Senatit dhe ka shpallur apo ka shfaqur edhe prioritetet e tij, mbështetje ndaj SPAK-ut dhe me gjithë luftë ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, si e vlerësoni. Lidhemi një general për ambasadorin në Shqipëri dhe u bë një kohë relativisht e gjatë, mund të themi, që SBA nuk kanë një ambasador në Shqipëri, por kanë të ngarkuar me punë, sepse patjetër përfaqësues po. Mirëmëngjes, përshëndetje, urdhëroni. Bëni pjesë e programit edhe në 69 13 629, mbi gjithë me zë dhe me figurën në aplikacionin në WhatsApp. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesit, përshëndes, të uroj ditën mbar. Më thuaj nëse ke diçka për temën e ditës, që besoj për mbledh gjitha, është e rëndësishme. Po. Prandaj dhe mora i pari unë që të flisja për një për ambasadorin amerikan. Po shumë mirë bëre. Ndoshta ky do të jetë, por edhe zyrtarisht nuk i ka marrë të gjitha ato. Okej, po mund të jetë edhe ky, se njëri u kthye pak a shumë. Po do jetë një amerikan tjetër, rëndësi ka që do vi njëri. Po. Tani SPAK-u nuk funksionoi ashtu siç deshëm ne dhe siç deshën amerikanët. Po vjojnë të mbështesin pra. Ne populli jemi me Amerikën, qeverit. Po duhet ta mbështesin qeverit se populli shkret nuk di ku ta mbështesin. Ne mbështesin vetëm moralisht. Dërsa që të funksionoj, e mbështet qeveria, e mbështesin organet e tjera. Edhe nuk funksionoj ashtu si duhet, si që menduam ne. Dhe përgjithsisht gjërat nuk realizohen ashtu si që mendohen në fillim. Tani, ata të Amerikës duan të dërgojnë një ambasador të fuqishëm, ushtarak, si që tha. Edhe besoj, kemi dhe gjithmonë shpres tani se mbas një korrigjimi kemi një përmirësim, duhet kemi një përmirësim. Amerika po korrigjon diçka këtu. Dhe gjithmonë korrigjimi është përmirësim, nuk është gjë e keqe. Dakor, diçka tjetër e ke? Mendoj se do ta çoj në rrugë të për tej temës, nëse ke. Po jo, mos ta përzjej me këto palaçollëqet e këtushme, domethënë. Palaçollëqet e këtushme. Okej, dakor. Mirë, ta lëm thjesht që ju kuptova. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën edhe mendimin. Mirëmëngjes, secili me një tjetër opinion. Përshëndetje.